sulmohet një person me aftësi të kufizuara në Ferizaj. Cufa, një qytetar i Ferizajt me aftësi të kufizuar, është sulmuar fizikisht 2 ditë më parë. Rastin e konfirmoi zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt Kanun Veseli. Një person është identifikuar dhe është ftuar në stacionin policor për intervistim. Sot rreth orës 11, Policia Rajonale e Ferizajt ka pranuar një informat përmes rrjeteve sociale lidhur me një incident, ku dyshohet se është sulmuar fizikisht një person me aftësi të kufizuar, i njohur si Cufa. Menjëherë pas pranimit të informatës, hetuesit e stacionit policor në Ferizaj janë angazhuar dhe kanë arritur të identifikojnë një person të dyshuar, i cili është ftuar në stacionin policor për intervistim. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur 2 ditë më parë në sheshin e qytetit. Me autorizim të prokurorit të shtetit, policia ka nisur procedurat për shqyrtimin e kamerave të sigurisë me qëllim të sqarimit të rrethanave të rastit, tha Veseli. Këtë rast e ka paraqitur në rrjetin social në Facebook kujdestari i tij Aganzhi në Potoku. Zoti ju vraft, kush e rrahu Cufën, djalin më të mirë e më të urtë të qytetit tonë. A nuk ju mjaftoi që u rrit jetim dhe i vdiqën 4 motra e 3 vëllezër? E nana e tij është e sëmur me kancer me vite, veç edhe me erra kështu. Si kujdestari i tij nuk është hera e parë, ama kësaj here shihni sytë e tij dhe hundën. Kemi me e gjetë, po ju betohem, shumë shpejt madje, ka thënë Zhini Potoku. Ky rast i rënd mori reagime të shumta në rrjetet sociale ku qytetarët dënuan aktin e dhunshëm ndaj Cufës. Në vitin 2019, e pata realizu një storje për njerëzit me probleme të shëndetit mendor që nuk kam përkujdesje dhe ende në rrugëve. Ideja më pati ardhë pikërisht prej Cufës që është ndër njerëzit më paqësor të qytetit. Kur e pata intervistu nanën e vet, e cila e sëmur me kancer nuk e kishte dertin e vet, në shpirt më pat prek kur me lot më thështe. Ku me e lan kur des unë. Cufa nuk është agresiv, kur nuk ka qenë, përveç nëse ngusin rrugës. Kjo që po e shoh po ma bën zemrën cop se kush ka me u kujdes për të, kur nana e tij mos të jetë më. Ja veç një pjesës se si e trajtojnë Cufën njerëzit.